A ka pëlqy gjithmonë vallëzimi edhe para se me shku në kurs, a shkove në kurs veç me provu një herë? Shkova veç me provu e tani më ka pëlqy. Tani t'ka pëlqy. Çfarë vallëzimet pëlqen ma shumë? Balete... Balete ta. Tash balete, atëherë kur e kone vogël? Pak ma moderne. Pak ma moderne. A je edhe ashtu person që në shtëpi ndëgjon non-stop muzikë, vallëzon? Po. Okej, tash që sa vite je në balet? Tash një kohë të vogël. Tash ma vonë regjistru balet, apo të pëlqen baleti shumë? Shumë. Unë nëse s'gaboj, para disa ditëve, ke qenë pjesëmarrëse bashkë me grupin tënd të baletit në një garë në Shkop. Po. A më kallëzon pak më shumë për garën? Kena shku me autobus, tani kena prit pak gjatë, tani kena vallëzu në Shkop, tani kena nëzon vënën e dytë. Ua, bravo. E qyshe ka pas emrin gara atë kujtohet? Jo. Nuk të kujtohet. Më rëndësi është që ju e keni fitu vendin e dytë. Aty ka pas shumë grupe, apo? Po, ka pas me qytete. Të ndryshme. Po. Jo veç nga Kosova dhe Shkupi, po dhe vende tjera. Po, ka pas. A je shoqënu me ta? Jo. A mujte me S'kam pas komuniko? ku me shoqënu, si na ka njëjtën grup. Okej. O, sa veta e një ka një grup? Një vetë, po. Vetë? Okej. A ka qenë qyshe përjetova, u emocionove, a u po të frikë? Po të pak frikë, edhe pak stres. Kush ta heki frikën edhe stresin tani para se me dalë? Kur e kena nëzon vënën e dytë. Qatë herë e heki frikën edhe stresin, e kur dole me vallëzu? A kishe nej menim vetë me veti, a kena me fitu, qysh ka me shku? Po, kur kam vallëzu tani unë, ju më koncentru ma shumë vallëzim se sa stresi. Je koncentru ma shumë vallëzim se sa në stres. Okej, e tregom këtë që të vallëzimin që e keni bo atje. Po. A ka zgjatë shumë minuta, o ka vallëzim i shkurt, qëfar këngë ka qenë? U kon pak i shkurt, Po? ama pak i gjatë, në midis, tash në... Nuk e di që ka pas emrin kongas, pëse na që i kem susja video, na nuk e di në as kongën që ka emrin. O ka shqipa, anglishta, frëngjishta? U kon vesh muzik. Veç instrumentali u kon. A ke pas na i rol, a u kon krit grupin njëjtë vallëzimi, a u kon për shembull me dalti një herë? Qysh u kon? U kon, jena kon duo. Po? E tani kanë pas edhe grupin e tretë, grupin e dytë, ama ata në grupin e tretë, jënë kon pak ma të mofja. Okej. E na jena kon pak ma të vogla. Ju jeni kon pak ma të vogla. A ka qenë prind me ty? Po. Ama jënë kon ullë për me na këshirë. Na jena kon të vallëzu.